Përshëndetje të dashur miqtë e mi, dua të vi pranë jush me këtë video, edhe pse është amatore, por shikoj ca gjëra që në fakt mua nuk më pëlqejnë në qasjen e banorëve për të kapur Prime-in. Unë e di që në fund të ditës ato nuk kanë asnjë gjë personale gocat me njëra tjetrën, por është e shëmtuar forma se si ato kanë përzgjedhur për të kapur Prime-in. Flas pikërisht për Benitën edhe për Albën. Nuk e di pse Alba Pollozhani, një vajzë kaq e zgjuar, ajo ka treguar një strategji të lojës në fermën VIP shumë interesante, do të thënë të gjithë banorët i bëri që të çmenden dhe e përballonte sfidën etj. Sot bëhet pre e lojës së Benitës, do të thënë i shkon mbrapa Benitës dhe mundohen që ta ironizojnë Elionën, një vajzë 18 vjeçare, duke i gjuajtur parfum në fytyrë, që munden edhe ta qërojnë, që nuk është e bukur. Ju e dini me rastin që bëri Gerta Gixhari vitin e kaluar me Gjestin, duke e ofenduar dhe duke e denigruar imazhin e saj me fjalët femër flicësir, ti e pise, femër që t'vjen era përç. Janë ca fjalë që në fakt ne nuk duam t'i dëgjojmë nga personazhet televizive dhe këtu në fakt unë si gazetar që jam i showbizit kërkoj ndërhyrjen e produksionit për t'i vetëdijsuar këto banorë, sepse kjo Benita duhet ta kupton me gjithë respektin për familjen e saj, por kultura e saj nuk është e bukur, duhet ta kupton që është në media dhe është një reality show që ndiqet 24/7 dhe në qoftë se tolerohen gjëra të këtilla ndaj një vajze 18 vjeç, duke e ditur se çfarë sakrificash ka bërë në jetë Eliona, nga historia që kam dëgjuar, më besoni jam prekur shumë emocionalisht dhe unë e di që kjo vajzë do të rrëfen shumë dhimbje dhe dhimbja këtë e ka rritur, dhimbja e ka formuar, forca që ajo është përballur vetë me botën është formuar që të jetë sot këtu ku është dhe kaq e artikuluar dhe kaq e edukuar në mënyrën se si flet, mendoj që nuk është e bukur që gocat, edhe pse flasin gjithmonë për feminizëm, flasin gjithmonë për të drejtat e tyre, ta shikojnë një banore tjetër me kaq urrëtie. Besoj që edhe ju mendoni si mua që produksioni duhet reagojë dhe duhet të ndaluar këto gjëra, se mua nuk më duket normale të ofendohet njeriu deri në privatësinë e tij.